Krishnik Qato është rikthyer tek fitoria pasi ka mposhtur të dielën në mbrëmje Walcianin Stephen Hughes në një përballje të zhvilluar në palestrën legjendare York Hall të Londrës. Ish-kampionët botëror në versionin WBF në kategorinë e mesme ka detyruar kundërshtarin e tij të dorëzojë duelin në raundin e tretë. Kam shumë tifoz që më ndjekin me shumë entuziazëm, kam qenë nervoz dhe kështu duhet të ndjehem gjithmonë. Kam realizuar një kombinacion goditje shumë të mira. Ishte një atmosferë jashtëzakonshme dhe dua të falenderoj promotorin tim, zotin Ylli Ndroqi, për mbështetjen. Kjo është fitore 25 e Qatës në ringun profesionist dhe 5 realizuar me nokaut. Përballja ndërmjet tij dhe Hughes ishte një duel përgatitor për një duel të rëndësishëm që do të zhvillohej në muajin maj të këtij viti. Kampioni kuqizit do të zbresi sërish në ring, këtë herë për një rivansh me bokserin tunezian Karaman Lavila, në një duel për titullin kampion botë në versionin WBF, brez të cilin Qato e kishte në pronësi për gati 3 vitesh, dhe që humbi në dhjetor të vitit të kaluar në duelin me